e vërteta e tokës shqiptare, e vërteta e tokës tënde, e tokës së familjes tënde, e tokës së shtëpisë tënde. Nëse do të thoshja që ajo tokë është destinuar që t'ja japin dikujt dhe është projektuar prej vitesh, një teori konspirative, nuk diskutohet, por sikur t'jetë e vërtet, ti çfarë do të bëje? Si do të sillesh? Duhet të dini që çdo njeri në botë ka një copës toke, sepse toka na lind, toka na mban gjallë dhe toka na merr kur ne vdesim, pra aty ku varrosemi. Dhe nëse njeriu nuk ka një copës tokë, nuk ka asgjë. I mat thoshte, njeriu me një copë tokë mund të mbijetojë, me një makinë të bukur, një shtëpi të bukur nuk mund të mbijetojë. Pikërisht pra sepse toka të jep për të ngrënë, të ushqen. Dhe e përsëris edhe një herë, nëse ajo tokë në Shqipëri të jetë programuar dikur që t'ja japin dikujt tjetër, ju do ta besoni? Le ta diskutojmë pra, sepse këto janë diskutimet e vërteta dhe diskutimet e forta që prekin secili prej nesh. Dhe sot do t'ju them, janë teori, ato që ju thash tani, por ato të vërteta, ato që do diskutojmë tani, nuk mund t'i mohoj kush. Për shembull, së pari njerë kush është rasisht dhe nuk e ka bërë, na ndihmoni, bëni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe nuk i kushton asgjë. Dhe faleminderit që jeni për bashkë. Tokat ishin të Shqipërisë. Pra, në kohën, po flasim në kohën e atëhershme, si shtot dikush. Por kur ishin të Shqipërisë? Sepse në kohën kur e grekëve të lashtë, tokat nuk ishin të Shqipërisë, ishin të Greqisë. Pastaj, më vonë, tokat ju kaluan një pjesë kishin ilirët, sepse ilirët pastaj ja u morën romakët. Dhe më vonë erdhi Bizanti, pastaj otomanët, pastaj austro-hungarezët, etj. Por le ta fillojmë nga momenti kur erdhe italianët, por ta fillojmë nga momenti kur u fut Partia Komuniste, pra në vitin 48, sepse në 46 nuk u futën, por 48 filluan që të merrnin tokat dhe t'ja u jepnin shtetit tokat, pra t'i mbante shteti. Ja u morën tokat, atyre që kishin blerë me para, mes tyre kishte feudal, kishte bejler, kishte agallar, dhe kishte edhe kulak, madje kishte edhe italian. Të gjithë këta kishin paguar, kishin shpenzuar, ishin nga familje të rëndësishme, kishin shpenzuar, kishin blerë toka, dhe ndose këto toka ishin akoma të dyshimta në atë kohë, por sidoqoftë sapo kishte filluar që të bëhej shtet. Sepse për ata që nuk e din, Ahmet Zogu bëri një shtet të vërtet. Një shtet që i jepte tamam atë që i takonte popullit. Lere çfarë ton pallavrat lart e poshtë njerëzit që thonë jo po kështu po ashtu, sepse Partisë Komuniste i interesonte që thoshte ai vodi Floririn, që ta vritë vet. Tani, duhet të dini që më tregonte i mat në atë kohë, thoshte një xhandar ishte në kohën e Zogut, një në qytet, dhe që të gjithë nuk pipëtinte asnjëri, sepse kishte rregulla vërtet. Jo si sot që janë gjithë spiun dhe askush nuk do të asgjë, thoshte i mat. Dhe unë po them tani, në kohën e Zogut u bën dokumentat të tokave, u bë çdo gjë. I shkatërroi komunizmi, i shqyeu totalisht dhe i mori tokat të gjitha, ja dha Gjoja partisë. Por në ato toka, në momenti që ja dha partisë, gjithë vendi hante nga ato toka. Po kush shëngin më shumë? Hëngrën politikanët më shumë, vetë Partia Komuniste. Pastaj populli vuante. Dhe këtë e dim të gjithë. Tani, në vitet 90, i dhanë tokat sërish. Dhe doli ai ligji 2751, që ishte gjëja më makabre që mund të kishte dalë në Shqipëri për sa i përket ligjit. Pse? Sepse morën tokat që nuk ishin të komunizmit. I bën gjëja sigurisht të komunizmit, sepse donin që të merrnin votat në atë kohë. Dhe nxorën këtë ligj, sepse nuk shpjegohet ndryshe. Gjëja ja falën popullit, por nuk ja falën popullit, sepse në fund atë që nuk kuptoi populli, ato toka që i ndan me të drejtë punimi, pra në patronazh, toka në patronazh, që Gjoja ishin të ish komunizmit, por nuk ishte kështu, sepse ishin tokat e belerve, agallarve, atyre që kanë parë, të feudalve dhe të disa, si për shembull nga Italia, kishte edhe italianë që kishin toka, zorët e Allakatut dhe shumë një pjesë e madhe ishin italianë, kishin blerë me para. Pra,
Këto toka ishin të dikujt që ka ende sot dokumentat e atëhershëm të zogut. Dhe ligji 2751, gjoja ja dha popullit duke i ndarë cop ato toka që nuk ishin të popullit, dhe populli çfarë bën? Populli vazhdon dhe i punon. Ndërkohë, u mundua që të bënte dokumentat, por dokumentat nuk dolën kurrë. Pse nuk dolën dokumentat? Sepse atë që i kemi hedhur dokumentat, thonë të gjithë njerëzit, por nuk e kanë kuptuar dëgjorët. Që ti ke hedhur dokumentat, por nuk mund të dalin sepse nuk ka të drejtë. S'është toka jote, si mund ta marrësh ti tokë? S'është jotja. Është në dokument të dikujt tjetër. Pra, bën me utallën me Shqipërinë deri në këtë kohë që po flasim sot. Sepse sot, akoma edhe një herë, po merren ato toka dhe po i jepen mbrapsht atyre që i kishin dikur, ose po bëhen dallavere të ndryshme gjithmonë me tokat. Tani, gjithsekush si shtam ka toka, gjithsekush ka nevojë për një tokë sepse pa një tokë nuk mund të mbijetohet. Por po thoshja, po sikur të jetë bërë qëllimshme prej vitesh që të jetë detyruar shteti së pari, pastaj dhe populli, që të jetë një kasapan e tokave, ose një han që mos të kuptohet, në mënyrë që kur të vi dikush tjetër, teori këto, të vi dikush tjetër një ditë dhe thot unë do t'i marr këto me qira për 99 vjet. 99 vjet nuk janë pak, 99 vjet janë shumë. Por edhe sikur mos t'i marr me qira, thot unë i blej të blej atë. Ose dikush del dhe thot, kjo është imja. Sidoqoftë, në një mënyrë apo në një tjetër, dikush që ka të ardhur financiare ose që ka pushtetin në dorë, merr ato toka dhe ti nuk ke asgjë. Pra, mos ndoshta është bërë qëllimshme që të gjitha këto vitet që kanë kaluar, pra, duke filluar që nga koha e zogut deri sot, të jetë bërë qëllimshme që shqiptari mos të ketë tokë. Normal që në të gjithë botën ka probleme nga të gjithë anët. Por sidoqoftë toka është një dokument, pra ti nëse ke një dokument të tokës, është një dokument që nuk e lëviz topi në asnjë vend të botës. E megjithatë, në Shqipëri ka ende probleme të thella. Dhe tani doja t'ju pyesja juve. Sa prej jush kanë probleme me tokat? Më thoni. E di që do shpërthejnë tani komentet, mesazhet, sepse që të gjithë kanë probleme. Që të gjithë, edhe unë, edhe gjithë. Familjarët e mi, kushurin, xhaxhallarët, hallat, të gjithë kanë probleme me tokën. Pse? Pikërisht pra, sepse ajo rrëmuj që është bërë aty me tokat, shqiptare, nuk ishte bërë kurrë dhe nuk është bërë kurrë e papërsëritshme në asnjë vend të botës. Nuk ekziston, është i vetmi vend. Dhe ndaj, dikush mendon që këto toka janë bërë të qëllimshme në këtë mënyrë që t'ja lënë dikujt tjetër, që kur të vijë një moment, ndoshta këto vite, ku i dihet, thotë që tani këto tokat janë të mijat dhe ndoshta mund t'i japi një emër tjetër edhe vendit, edhe politikës, madje edhe besimeve. Megjithatë, thash, unë doja që t'ju pyesja juve sa prej jush kanë probleme të tilla pra me tokat. Toka është tepër e rëndësishme. Do dëshira një komentin tuaj, sepse një koment juaj duke diskutuar së bashku aq sa jemi këtu, 50.000 komente, do të jenë të rëndësishme për çdo që do t'i lexoj këtu. Dhe për secilin prej nesh, sepse duke i ndarë këto informacione së bashku, padyshim diçka kuptojmë dhe diçka mësojmë. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj. Natën e mirë, gjumë të ëmbël dhe shpresoj që mos të ndodhë ajo që mendohet. Shpresoj. Hajde, natën e mirë. Pres komentet.